fiskale është e rëndësishme, por nuk është e vetme metodologji, i vetmi argument. Përvojë europiane, si Norvegjia, sepse këta janë më avangard në Europë, është vendi me shkallën më të lartë të mjeteve elektrike në botë. Tregon se lehtësirat praktike të përditshme shpesh peshojnë poshtë se ato fiskale dhe kushtojnë shumë më pak për buxhetin e shtetit. Prandaj, duhet propozojmë që krahas trajtimit fiskal, mjetet elektrike të kenë një pakesë lehtësirash, pra parkim falas ose me përparësi, akses në zonat e kufizuara, pra nëse në shohim targen, edhe target do të jenë targë jeshile, normalisht një kamera që do të lexojnë atë domethënë që të hynë kjo makinë elektrike të hynë në zonat e kufizuara, ndërkohë që makinat tjera nuk duhet me pas këtë akses, ose ku janë ato pistonat e tjera e tjera. Thjesht, pjesa e ndërgjegjësimit, pjesa e motivimit, pjesa e promocionit që mund t'i bëhet. Sigurisht edhe tarifat e reduktuara në pikat e kalimit në autostrada, atë këtë realisht nuk e kam s'dua ma marrë zoti Manaj për se jam të bëjë për Shkodrën, që vetëm në Shkodrë paguajmë për trarin, që nuk ka lidhje, që është përton Shqipërinë ky ligje, që mos e marr shurt si personale që jam të bëjë vetëm për Shkodrën. Pra ky ligj nuk ka për Shkodrën, është përton Shqipërinë, besoj më kupton. Faleminderit. Pëlqeva? Këto lehtësira bëjnë zgjedhje elektrike më të lehtë dhe më të tërheqëse për jetën e përditshme pa një kosto të rëndë për buxhetin. Vazhdojmë prep. Çka kërkon ky projekt ligj? Dy gjëra. E para, identifikimi i mjeteve elektrike me targa të veçanta, që bën më dallueshme dhe në qarkullim më të lehta edhe për administrim. Edhe e dyta, lehtësimi fiskal dhe administrativ për një periudhë të kufizuar, ashtu që bani Norvegjia që e rikthej tash pas 5 vjetëve, që ul barrën e hyrjes në treg në vitet e para, që makina shumë e shtrenjtë, ku investimi vallësor pra është i shtrenjtë, dhe lehtëson qytetarin më vonë. Edhe për me mbyll, të nderuar koleg, ky projekt ligj unë mendoj që e vlen të aprovohet sepse aprovohet për qytetarët. Nuk ka partishmëri ky ligj. Ai mbron mushkëritë e fëmijëve tanë, kurse në parat për buxhetin ton, na parafron me Europën dhe ai shfrytëzon një avantazh natyror që kena vetëm ne, energjinë tonë hidrike dhe diellore, që realisht vetëm Shqipëria e ka. Edhe këtë duhet ta vlerësojmë fort. Me shumë mjet elektrike do të thotë më pak ndotje, më pak smundje dhe më pak kosto afatgjat për qytetarin. Dhe sigurisht në përputhje me interesin publik që në fundit ne jena këtu. Për këtë arsye. Nuk jena duke eksperimentu, jena thjesht të kopju, po mbrojmë një politikë që tashmë funksionon në Europë dhe që Europa ka vërtetu. Edhe realisht kërkojmë shtetin tuaj sepse është i rëndësishëm për qytetarët e Shqipërisë. Faleminderit. Po faleminderit zoti Hoti, zoti Qefalia në emër të qeverisë, pastaj relatori në emër të komisionit. Faleminderit sërish zoti kryetar. Në fakt edhe me nismën e deputetit Hoti ne jemi njohur dhe në komisionet tjera. Edhe kjo nismë ka të bëjë sërish për të ndërhyrë në kodin rrugor dhe kemi po të njëjtën përgjigje. Ministria e Punëve të Brendshme e ka përgatitur draftin për ndërhyrjen në kodin rrugor dhe së shpejti hidhet në konsultim publik. Personalisht e vlerësoj shumë punën këmbgulse dhe interesante duket e deputetit, po gjithsesi ndërhyrjen në kodin rrugor bëhen një herë mirë dhe nuk mund bëhen në mënyrë të individualizuar. Faleminderit. Faleminderit. Unë faktikisht e përgëzoj deputetin për nismën, me gjithë qëllimin e mirë edhe në aspektin mjedisor dhe në aspektin shëndetësor. Por duke qenë që, siç thalle përfaqësuesi i qeverisë dhe ministri Qefalia që është përgatitur drafti dhe nuk është e arsyeshme të ndërhyjet vazhdimisht për ndryshime të veçanta në kodin rrugor, duke qenë që është një ligj që kërkon një shumicë të cilësuar votash. Për këtë arsye dhe për arsyeën që nga pikpamja procedurale bën në kundërshtim me 82.2 të kushtetutës, për sa i përket efektit financiar që do të konsultimi me qeverinë. Ne si komision përgjegjës vlerësojmë që mos meatuat jo nismën, po ndoshta kur drafti i qeverisë të paraqitet bashkëpunim edhe me sugjerimet e zotit Hoti mund të ndërhyjet tek këto ndryshime që u kërkoni. Ju faleminderit.
Po, zonja Bulubashi, vazhdo. Raport me nismën e paraqitur nga kolegu Hoti, përkthime në fakt për të gjithë shqetësimin e ngritur në raport me ndotjen mjedisore, ndoshta kërkesa e ngritur është e drejtë, por forma e ngritur nuk është e duhura. Ne bjem të gjithë dakord që Shqipëria në vitet e fundit në fakt ka kaluar në një mas të konsiderueshme drejt përdorimit nga drejtuesit e automjeteve të mjeteve elektrike. Kjo për shkak edhe të faktit që qeveria shqiptare ka ndërmarrë tashmë disa politika lehtësuese dhe të cilat e bëjnë më atraktive blerjen e një mjeti elektrik. Për shembull, ligji shqiptar sot parashikon përjashtimin nga TVSH-ja të mjeteve elektrike të cilat të reja të importuara nga jashtë, gjë që ka bërë që çmimi i mjeteve elektrike në tregun shqiptar ndoshta krahasuar me vendet e tjera të Europës të jetë edhe më i ulët, edhe më i përballueshëm. Për këtë arsye ka një shtim të mjeteve elektrike në përdorim në vitet e fundit. Përpara se ju të ishit sot në komision, ne kemi folur edhe për ligjin e sistemit të menaxhimit të energjisë të sistemit energjisë elektrike në Shqipëri dhe ky ligj ashtu sjell një sër risish në raport me mbështetjen e përdorimit mjeteve elektrike. Ai ka disa parashikime që kanë të bëjnë me pikat e karikimit publik, pikat e karikimit privat, lidhjen e energjisë elektrike, në një farë forme edhe çmimi i energjisë elektrike i ulët ndikon në mënyrë ndoshta jo të drejtë për drejtë, por në mënyrë indirekte tek rritja e interesit për përdorimin e mjeteve elektrike, sepse sot në Shqipëri është më e përballueshme ekonomikisht të përdorësh një mjet elektrik sesa një mjet me karburant. Kështu që mendoj që ndoshta ka nevojë akoma të ndërmarrim nisma, por qeveria shqiptare sot që flasim ka ndërmarrë një sër nismash të cilat janë mbështetëse ndaj qëllimit të përdorimit, shtimit të përdorimit të mjeteve elektrike. Ajo për cilën unë do ta votoj personalisht kundra projekt ligjin që ju keni paraqitur, edhe me gjithë vlerësimin për qëllimin e mirë që ka ky projekt ligj, është fakti që ky projekt ligj vjen në një moment dhe kërkon që nëpërmjet tij ka një ndikim në të ardhurat buxhetore, sepse lidhet me uljen e taksës së qarkullimit, nuk ka një vlerësim ekonomik ashtu siç e parashikon ligji dhe krijon në një formë një prishje të raportit të buxhetit ndërmjet të ardhurave edhe shpenzimeve dhe tashmë jemi në mes të vitit dhe ka një rakordim të qartë të buxhetit. Faleminderit. Po, zoti Pacaj e ka kërkuar fjalën. Faleminderit zoti kryetar. E kam pa me shumë vëmendje për këtë ligjin. Të them të drejtën, gati isha përgatit nëse nuk do merrsha vendim politik patjetër që do votosha pra. Është një nismë mjaft e rëndësishme, edhe nuk e di se kur qeveria do të ketë gati për ta sjellë në parlament. Nga masat e mira që ne kemi marrë për të stimulu tregun e makinave elektrike, unë di vetëm që kemi marrë se RE-ja ka rrit çmimin në kullat ku furnizohen taksit sot nga 16 lek 22 lek. Pra, me marrëmendja që jemi në vetëm të vene, që në vend që ta stimulojmë ardhjen edhe përdorimin e makinave elektrike, ne i rrisim çmimin kullat e furnizimit. Taksit sot furnizohen më shtrenjtë se sa para 2 vjetëve, që duhet ishte kanë e kundërta, edhe unë për këtë jam kundër. Edhe gjeta këtë moment që ne gjithsecili duhet ta rikthejmë vëmendjen tek stimulimi i këtij lloji përdorimi. Absolutisht nga janë zhë, është e drejtë çdo fjalë që thotë zoti Hoti për efektin që kjo ka në shtetin tonë ditë për ditë edhe të fëmijëve tonë. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne ti mbështesim të tilla projekt ligje që vinë këtu. Kështu që normalisht që vendimi jem në këtë rast është politik, unë do jem kundër këtij projekt ligji, por ama i bëj thirrje që sa më shpejt qeveria të sjellë një ligj
që është shumë e vënuar për ta sjellë në kuvend. Faleminderit. Ka tjerë nga kolegët për të shprehur për nismën? Po, patjetër, mbaj... Po, zoti Hoti. Po, mund ta ndizni mikrofonin. Ndizeni mikrofonin. Faleminderit. Atëherë, unë realisht kisha dashur me bë pyetje përgjigje që me shterru shumë pyetje edhe concern, shqetësime që mund të keni ju. Se kjo është shumë e rëndësishme për me kuptu se çfarë doni me votu, po ose jo. Nëse flasim për pjesën e të TVSH-s, ideja është që është si për me nafsi, makinat me 0 kilometra janë tana pa. Okej, dakord. Për pjesën e pikave të karikimit, është shumë e rëndësishme për me kuptu që rrjeti me tamam që është i amortizum, por makinat elektrike karikohen në pjesën private, karikohen në shtëpia dhe zakonisht karikohen darkë, ku piku i kërkesës energjisë elektrike bjen. E rëndësishme është për me kuptu, pse duhet më bë ky ligj? Ky ligj duhet më bë që me hap derën, për me hap mundësinë për me bë ndoshta nesër mas nesër edhe mendime nga mendime të tjera. Si për shembull, karikuesit e makinave elektrike janë këto që janë shpejt, janë 40 kW, janë 80, janë 120, janë edhe 180. Gjaçi sistemi jon elektrik, sistemi jon i shpërdamjes nuk i përballon. Por ndërkohë, në shtëpi ke 2 kW, ke 7 kW, ke 11 kW, ke 22 kW. 22 kW që duhet refazor, edhe shumë i ndoshta i pa përballueshëm. Po deri në 7 kW duhet për me mujt për mu importu. Prandaj duhet ky ligj që me certifiku se çfarë duhet për me importu në Shqipëri, në mënyrë që mos e bëj kolaps sistemi energjetik Shqipëri. Përveç kësaj, për pjesën e të ardhurave buxhetore si përmend ju. Unë prandaj përmenda sepse nuk është i famënyrë detyrë jeme për me bë analizën ose me ju pru ju një analizë, po unë prunë disa sisteme referimit nga 14 vendet të Bashkimit Evropian që kanë pas një profit buxhetor. Nuk është kjo analizë shëndetësore. Ishte analizë shëndetësore vetëm për një komponent që ka punë, prandaj thashë jam mjek. Vetëm për nëse marrim vetëm analizën shëndetësore, përfitimi është enorm. Nëse do marrim vetëm analizë ekonomike, Norvegjia sot ka marrë mbrapsht ato që ka investuar. Edhe nuk është vetëm Norvegjia. Ne me këtë ligj, nëse hini me pa referencat, është shumë afër me Italinë, është edhe më afër me Spanjën. Pra Italia dhe Spanja janë më afër se gjitha vendet tjera referende. Përveç asaj, çfarë më thënë vetë, për pjesën e të ardhurave buxhetore, prandaj përmenda Stanford, thash që një euro investuar është 2 euro, 1.87 euro kthim mbrapsht. Ose te një referencë tjetër, është një metodologji e Komunitetit Evropian që përdoret për këto lloj investigimesh, edhe raporti ishte 1 euro me 7 euro, 7 deri në 8 euro, kthim mbrapsht. Më harra mjekësinë. Mjekësia ishte thjesht ajo që shija mi tort, sepse mendova, domethënë me parashtruar me mjekësinë sepse gjithë kena fëmijë për shtëpia. Gjithë jetojmë në Shqipëri edhe kuptojmë se cili është impakti. Edhe kujtona për mjekësinë edhe për parandalimin kur kena një relativ me kancer ose me infarkt miokardit në spital. Por realiteti i numrave është shumë kokfort. Edhe fundit kret kishim thënë vetëm merrni në konsiderat vetëm Norvegjin, se si Norvegjia ka kalu komplet flotën e makinave në elektrike, dhe kush ka kanë impaktin Norvegjisë dhe ku është Norvegjia sot. Thjesht ajo që duhet për me bëne, është thjesht për me kopju. Edhe e fundit kret është me bëj më mirë një vezë sot se sa një pul mot. Hajde ta bëjmë, hajde të bëjmë një diçka që ka efekt edhe mundën me bëjmë mendime, mundën me rregullu. Sepse e fundit kret është sot janë të fol për makinat elektrike me bateri. Kush më thet mua te kjo sallë që ndoshta mas 5 vjetëve nuk kanë me makinat me hidrogen. Kështu që mos ta humbim trenin, por ta kapim atë. Faleminderit. Te kjo zoti Hoti, te kjo e hidrogenit, pastaj i bie që nëse gëzojmë dot as punën e makinave elektrike, se teknologjia ec kaq shumë shpejt sa ne sapo të hym fuqi ligji s'po gëzojmë dot makinat elektrike. Kush nga kolegët? Po zoti Strazimiri.
Më shumë për kolegun Hoti, respekte dhe bravo të qoftë. Ke atë birimin e të gjithëve ne këtu, pavarësisht se ndajemi politikisht një pjesë të thanë. Asnjë s'ka paqartësi për projekt ligjin, as për përfitimet, as për fat keq nuk është nisme qeverisë, është nisme jotja, kështu që veç ke pro. Të gjithë megjithëse janë të bindur që ke të drejtë, do të harxojmë. Pro është, po do të vot, nuk ka, po të kishte vot, do të votonte kundër. Kështu që shpresojmë ta marrim në konsiderate, mos ta vëjmë kurriz breshkës, po domethënë ti je pjesë me i zonë besoj, ti je pjesë aktive e projektit që zoti Qefalia thotë se qeveria do sjellë dhe po merret me këtë punë. Kështu që sot për sot, përveç respektit dhe votës time, rezultat tjetër nuk kemi për çun shtëpi. Faleminderit. Po faleminderit zoti Strazimiri, zoti Hoti në fakt e tha kolegu Pacaj që nisma në vetvete ka qëllim shumë të mirë dhe shumë fisnik. Unë uroj, kodi rrugor fakt është një ligj që votohet me shumicë cilësuar dhe sigurisht është një kod që kur hyn të bësh ndryshime në kodin rrugor do duhet të jenë këto ndryshime të mirë studiuara, sepse kodi rrugor duhet edhe të rezistoj kohës, por edhe zgjidh problematikat që kemi. Unë uroj dhe shpresoj që qeveria zoti Qefalia t'i sjell shpejt të ndryshime që keni bërë gati në kodin rrugor. Kodi rrugor fakt është një nga ato ligje që do duhet të parafrohet me legjislacionin e BE-s në shumë drejtime, sepse siguria rrugore, çështjet e qarkullimit, çështjet e ndotjes mjedisore, çështjet e ruajtjes shëndetit janë çështje që i përkasin gjithë globit. Kurdo që ju ta sillni këtë nisëm që unë shpresoj ta sillni shpejt, ky nen zoti Qefalia ti është i bindur që do të mbaj emrin dhe atij që e propozoi zotit Hoti. Është shumë e thjeshtë nisma e zotit Hoti. Dekurajon përdorimin e makinave me lëndë djegëse, duke reduktuar ndotjen mjedisore, në mënyrë indirekte, ne marrim mbrojtje shëndetin e njerëzve. Dhe dëmët që i vinë shëndetit dhe jetës qytetarëve nga ndotja mjedisore nuk janë dëme të mashme në atë moment që ndodhin, por i japin efektet shumë në kohë, shtrihen në kohë. Ajo që ne marrim për ditë, ne e marrim çdo ditë nga pak dhe një ditë bukur ka kosto më të madhe për shoqërinë se sa kemi në dorë parandalimin. Është çështje parandalimi. Bëhet një balancë e gjërave, na kushton më lehtë parandalojmë apo na kushton më shtrenjtë pastaj kur të vihet në dyert e spitalit apo dhe kështu me radhë, janë pasoja zinxhir. Pra nisma në vetvete është nisëm shumë e mirë. Kemi edhe sugjerime të tjera për ndryshime në kodin rrugor që është e vërteta, veç nismës së kolegut Hoti, kemi edhe ne disa sugjerime për ndryshime në kodin rrugor, ja kemi bërë me dije dhe ministrisë përkatëse, por shpresoj që diskutimi për këto ndryshime të jetë komplementar dhe të jetë ta marrë gjithë kohën e nevojshme që të konsultohemi edhe ne deputetët me këto ndryshime që ju keni në proces të bëni. E tha zoti Strazimiri, tha që edhe problemi është gjithë dakord janë me nismën, tha po ky është qëndrim politik, tha, sepse vjen nisma nga një kolegi i opozitës dhe nuk vjen nga qeveria. Unë në fakt nuk ndajt njëtin mendim, sepse të paktën unë e zoti Strazimiri e dim që kur ka patur nisma që janë me gjithmend nisma për të përkrahur i kemi votuar, por kodi rrugor unë shpresoj të vinë ndryshime të plota. E pse jo, edhe kjo e zotit Hoti, le që edhe kur ta sillni nuk do ta lëm ne të bien tokë këtë propozim, por me këtë premtim që të jetë pjesë e nismës që do sillni. Tani, si rregull kur komisioni përgjegjës e rrezon në parim nismën, diskutimi spostohet në seancë. Kështu që e hedhim në votim fillimisht variantin për pro, kush është pro, një pro, kush është kundër, ngrehet dorën normal.
Okej, dakord, ta lëm edhe një abstenim. Ta lëm abstenim Ermalin me 6 kundër, një abstenim dhe një pro, nisma rëzohet në parim. Të bëhet gati raporti për seancën plenare. Jo, Ermalin e lam edhe për shkak se qarku i Lezhës me qarkun e Shkodrës janë komshi. Ditë mbar. Ndërkohë do bëjmë 10 minuta pushim, por të rikthyer me pikën e fundit rendit ditës, që është një projekt ligj për kontrolin